Po ne pronën e kemi blerë vitin 1971 dhe kemi shfrytzuar vësheni kemi ndërtimin e shtëpive ku jemi për aty viteve jetojmë, banojmë, gjallënojmë këtë pronë tonën. Dhe për asaj kohe nuk kemi pas diçka, por në vitin 1985 komuna e ka bën një ekspropriim të pronave jo vetëm tonë, por to ka qenë një pronë e madhe dikon rreth 5 hektar. Se ka qenë fush, livadë, ara. Dhe gjatë atij ekspropriimi kur komuna ka arritur ta bëjë atë ekspropriim, aja ka realizuar projektin e vet, por neve nuk na ka pengu fare. Dhe në kuadër të atij ekspropriimi është përfshirë edhe pjesa jonë ku momentalisht jetojmë ne. Por ne për komune nuk kemi pas asnjëherë në pagesë apo kompenzim diçka lidhe me eksproprimin që është bë. Është bë ekspropriimi pa vetdijen tonë në kohën e ish të Jugosllavisë atëhershme dije se çfarë vendime dhe se janë marrë ato vendime. Nuk kemi qenë të thirrur asnjëherë se apo kërkojmë kompenzim apo çka po kërkojmë. Banori tjetër, Aslan Vllasalio, thot se ishte veç 16 vjeç kur e kanë blerë këtë pronë bashkë me babain e tij. Ai sot është në moshë të shtyrë dhe asnjëherë thot se nuk ka arritën ta shfrytëzojnë. Na jemi të kompenzuar, s'kemi marrë kur gjë. Po du me thonë prej komune, absolut. Sikur kur vjet dikush thot, ditë po i shpishton ti. Ka kimi ja bajt. Vëllai i tij, Bastri Vllasalio, thot se në pjesën e parcelës së tyre kishin hapur edhe pusin për të shfrytzuar ujin për biznesin me autolarje, por që më pas puna i ishte ndërprerë. E mas lufte kena bo qitë plak, kena provu me qelë autolarje, kena pas një këtë një komuna gjygjin e dosene, e kena qelë edhe hapjen e bonarit të kena, edhe kena prit gjygjin. Banorët e din 100%, qita banorët, këta pëq e din që këto o kom pronajuna. Edhe është pronajuna, naja kjo pronajuna është. Edhe Valdet Alio, i cili thot se është pronari një pjesë të kësaj prone, tregon se nuk ndërtuan asnjëherë, pasi komuna nuk u alejoi. Shumë thjesht, prej vitit 85, tutje na jemi në kontekste gjyqësore me komunën e Prishtinës. As nuk ka ndërtu vetë, as na kalon edhe banorëve cilët jem pronar legjitim, po e ka pru palën e tretë, që është shumë nonsens. Se pronarët e kishin kërkuar në vazhdimsi këtë tokë t'ju bartet atyre, e dëshmon edhe një përgjigje e komunës së Prishtinës për banorët në 2014, kur ju referohet edhe shkresave të vitit 2000, vitit 2007 e më pas edhe të vitit 2014. Në këtë përgjigje të komunës, thuaj se kthimi i paluajtshmërisë së ekspropriuar me akt vendim administrativ nuk është i mundur sipas ligjit të vitit 1978, i cili thotë se, pasi të kalojnë 10 vite nga dita kur vendimi ka marrë formën e prerë, mbi ekspropriem nuk mund të paraqitet kërkesa për anulimin e atij vendimi. Por si u bë që pronën të cilën komuna e kishte ekspropriuar në 1985 e zgjodhi pikërisht për ta këmbyer me një pronë në Gërmi. Kuvendi komunal i Prishtinës me kryesues Sami Hamitin, pas propozimit të kryetarit të komunës atko, Isa Mustafa, më 27 gusht 2013, kishte marrë vendim për këmbimin e 3 pronave njëkohësisht. Në pikën 3 të këtij vendimi ishte edhe prona e Mefael Cakollit, e cila këmbehej me një pjesë të pronës në breg të diellit, por nuk specifikohej se cila pjesë e kësaj prone. Prona e Cakollit ishte mbi 16 ari, ndërsa nuk specifikohej se sa ari do i këmbeheshin në breg të diellit. Ky vendim për këmbim të pronave ishte marrë vetëm 2 muaj e 7 ditë, apo 68 ditë para zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit 2013.